Salam aleikum, thot, sa herë jep sadak nga paret që fitoj vet, du t'jap llogari burrit tim. Du më sheftas, por ai insiston. Aleikum salam rahmatullah. Ki drejt me dhanë dhe mos mi tregu ati fare, për nëse ai insiston ku i dhaje, pse i dhaje, apo sa i dhe, në këtë rast nuk duhesh me gënyn, duhesh me thonë po, i dhash njanit kaq t'holla. Por me i lyp leje nuk ka nevoj, asë nëse nuk të pyet, s'ki nevoj me i tregu. Nëse jep më sheftas, po të pyti, tregoj. Me qëllim që mos më bon gënjeshtër. A i të pyet, a i dhaje, sadak dikuj, ti mi thonë jo, kjo kalon gënjeshtër. Është mira i mos me të pyet, për nëse, ose ti me i thonë edhe qka, burr, po kam qeft që sadakën me majtë më sheft për hirtë Allah të gjellë, janë paret e mija, po du me dhanë vetë edhe nëse ka mundësi mos insiston me më pyet. Pra nëse mund është me më shef mirë, nëse të pyet, atër të regoj, a me të ndalu nuk ka drejt me të ndalu.